Tu që na duhet mbështetje, shumë thjesht, na duhet mbështetja e popullit të Shkodrës, na duhet mbështetja e socialistëve dhe demokratëve të Shkodrës, që janë kthy prapë te ca personazhe, unë nuk e kuptoj dot domosdoshmë si mund të insistohet në të njëjtin budallëk, është habi shumë e madhe. Pa ca personazhe që të vjen zor ti përmendesh dhe emrin që i kanë vënë atje në listën e Kënetës. Kënet e vërtet. Dhe nëse ka pas dhe ka akoma një vend që e tregon vetë vendi se çfarë është Këneta, ka qenë Shkodra deri para se sa Benedi të vinte këtu. Dhe nëse ka një kartvizit Këneta, është lista e deputetëve të Shkodrës. Përjashto vetëm një person, për të cilin unë kam respekt, që është ajo zonja që është parlament. Gjithë tjerët janë personazhe qesharak, grotesk.